بين بان الأجراع ورامة ولعلع من قلب صب. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمصلحين، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahun e lartësuar e falenderoj prej Allahut, ndihmë dhe falje kërkoj, salavate dhe selame mbi krijesën më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgoj mbi familjen e tij të bekuar, mbi shokët e tij të nderuar, edhe mbi gjithë besimtarët që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Po vazhdojmë me lejen e Allahut me shpjegimin e librit shukr apo falënderimin ndaj Allahut të lartësuar të Imam Ibn Abi Dunjas, dhe kemi arritur tek hadithi i 4 i këtij libri, në të cilën Ibn Munkadir rahimahullah tregon se ka qenë prej lutjes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me thonë: Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadik, o Zot, më ndihmo me të përmend ty, më ndihmo me të falëndëru ty, edhe më ndihmo me të adhuru më së miri ty. Ky hadith është mursal. Ibn Munkadir rahimahullah është prej tabiinëve, nuk e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndaj kur tabiin transmetojnë hadith direkt si në këtë rast prej pejgamberit alaihi salam, ky hadith quhet mursal. Mursali vjen i shkëputur. Zinxhiri i transmetimit është deri tek tabiini, por nuk përmendet sahabia. Sa kam punu dietar ton me hadith mursal, po shihet se kam punu, veçanërisht në librat që tregojnë për vlerëshmëri të veprave, quhen Fadailul Amal, si kjo libër që jemi duke e marrë. Kjo ka qenë prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas përfundimit namazit. Pasi ka thonë: Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ka thonë: Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadik. Pra e ka pasur zakon me thonë këtë lutje, e pastaj ka filluar me dhikr tjetër që bëhet mas çdo farzë të namazit. Një detaj që duhet me ditë rreth kësaj lutje është se kjo lutje është themeli i veprave karshi Allahut të lartësuar. Po na mëson pejgamberi alayhi salam me thonë: Allahumma a'inni, o Zot, më ndihmo. A kena jetë që na mëson me thonë: o Zot, më ndihmo? Po. Çka është, cili është ajet? Është ajeti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ty të adhurojmë o Zot, edhe prej teje ndihmë kërkojmë. Pra nuk ka mundësi me ndodh në adhurim pa ndihmën e Allahut azza wa jall. Gjithë këta njerëz që sot s'kan ardhur në xhami për sabah, gjithë këta njerëz që sot jetojnë e sfalen, e nuk e përmendin Allahun, e nuk e falenderojnë Allahun, e nuk e madhrojnë, e nuk e adhurojnë, këta Allahu i ka privu për një mirësie të madhe. Pra jo ata që nuk munen me ardhur në xhami, që të shnosh janë, tash pas 10-15 minuta fillojnë me shku në punë, për punë qohen përgatitin, shkojnë so problem, kanë mundësi në ashtu me shku edhe në qytete tjera të larta, kanë mundësi me udhëtu edhe në qytete tjera, po më ardhur me përmend Allah s'kan mundësi. Pra nuk është adhurimi diçka që matet me muskujt i trupit, se për dikon Allah na ruaj bëhet imani ma i lehtë se sa jargani që flan e ka më vështirë me largu pe trupit për më shumë fal se sa imanin që e ka në trup. Ndaj adhurimi kërkon vazhdimsi. E vazhdimësia kërkon ndihmë prej Allahut, se njeri nuk ka mundësi me vazhdu vetë. E ju e dini se njerëz të karshi adhurimit të Allahut ndahen në disa grupe, ka njerëz që adhurojnë vetëm në Bajram. Vinë falën Bajramin, ka njerëz vetëm në Xhumë,
Po këta, Allah na falt, janë për atyre që nashta një herë ose 2 herë në vjet adhuron Zotin, apo e fal një gjëma në herë njëft, po më kur si bjen men për Allah, nuk e fal as një vakt, nuk lutet, nuk kërkon mbrojtje, e tillë Allah i ka sprovu. Ka fillu me dhikr, me përmendje të Allahut. Pse ka fillu me dhikr kjo lutje? Pasi dhikri është qetësim. Kur për çka kërkon ndihmë në vështirësi, për çfarë mu shqetësu? A thot Allah, ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub. A nuk e dini se me përmendjen e Allahut zemrat qetësohen? Pra, çdo stres, çdo vështirësi, çdo smuj shpirtërore, xhelozi, smire, gjitha këto që sot bartën shoqëria ku jetojmë, është për shkak një prej shkaqeve kryesore, është mos përmendja e Allahut, edhe Zoti Dhul Xhelal i ka lënë këta njerëz të shqetësun, të trazun, që thot në surën Taha, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Ata që kanë kthy shpinën udhëzimit tam, kena milion ata me jetu një jetë shumë të vështirë në dunja. Do më thonë me stres, me smuja ndryshme shpirtërore, s'flan mirë, s'qohet mirë, i dham kryti, i dham koma, nuk e dim se. Këto janë prej për shkak se e ka harru Allahun, Allah ja vështirëson jetën këtij personi, ndaj kjo është dënimi i tij në dunja, në botën tjetër thot Allah. Ka me dënu edhe marrën. Po ashtu vllazni, Allah në shumë ajete ka folë për dhikrin. Siç është ajete fadhkuruni, edhkurukum washkuruli, wala takfurun, me falenderoni, mos me mohoni, me përmendni, unë ju përmend juve, me falenderoni, mos me mohoni. Pra përmendja Allahut Azza wa Jall është pjesë e falenderimit. E falenderimi i mirëfillt është tauhid, iman, që kemi shpjegu herën e kaluar, ndërsa mos falenderimi është kufër, mos besim. Allah na ruaj. Po ashtu pejgamberi alayhi salam kur flet për vlerën e dhikrit thot: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru kamathali al-hayy wal-mayyit", shembulli i atij që e përmend Zotin e tij dhe atij që nuk e përmend Zotin e tij, ngjason me shembullin e gjallët dhe të vdeknit. Pra është si shembull një njeri që se përmend Allahun, edhe nëse merr frymë, edhe nëse jeton hanë pen, e shohim fizikisht, ai është i vdekur. Ai është i vdekur, do të thonë zemra e tij është e vdekur, nuk është orë në këtë botë me hongër e me pi, e me plajt, e me bo shef, po shkaku kryesor që në orë në këtë botë është wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i ku madhuru as gjend, as njerëz për kur gjë tjetër veçse me adhuru. Pra është adhurimi. Dhe nëse nuk kryhet adhurimi, jeta nuk ka kuptim në aspektin fetar. Pra një jetë që nuk bëhet me adhurim, nuk e kryen ato për të cilin të je krijuar ardhën këtë botë, atëherë edhe nëse jeton të Allahu po të çun, është sikur se një i vdekun. Si shembull i një njerit, për shembull e dërgon për me kryer një punë caktune, për me shku për shembull me dorëzu një letër në komunë, ai bën ndoshta krejt sa në tjera i bën, veç në komunë nuk shkon, kur të vjen çka i thotë, s'tkum çune për këtë. Andaj edhe Allah këta njerëz që nuk e përmend, nuk e falenderojnë, nuk e adhurojnë në këtë botë, do t'ju thotë se nuk ju kum çunë në dunja, ju më shëtit, as me lujt, as më të fry, as më rej për ta, as më vro për ta, as më shoh për ta, po ju kum shumë më adhurun të Allah na falt. Po ashtu në këtë hadith po përmendet edhe shukri, me ndihmë me të përmend dhe me të falenderu. Shukri, falenderimi dhe Allahut është në 3 kategori: falenderimi me zemër, një mirënjohje e thellë se çdo mirësi është prej Allahut. Wa ma alaikum min ni'matin
bi ni'metin fa min Allah. Nuk ka ju ndonjë mirësi që posëdoni, veçse ajo është prej Allahut Azza wa Jall. Pra me ditë se çdo mirësi është prej Allahut. Kjo është shukri i zemrës, shukri i gjuhës, me thonë alhamdulillah me gjuhë, që ajo që është në zemër më shfaqet edhe në gjuhë. E pastaj shukri i veprave është me jetu me këtë falënderim, me dhonë njeri se ajo që jep nuk është e tina. Ibn Qayyim rahimahullah në librin Tariq al-Hijratain, kur flet për dimenzionën se çysh na do të më qenë karshi Allahut, thot njeriu duhet më ngjasu karshi Zotit të tij, sikur se një punëtor, për me parafru shembullin e tij, për marr sikur se një kamarier. Për shembull, nëse dikush prej neve i thot kamarier, dërgoja filanit 500 euro, jepja filanit 500 euro dhe jep, thot merre, jepja. Kamarierin në këtë rast, a ka drejt mu lavdru se e ka dhënë 500 euro? Jo, se nuk ka qenë ti. Po a ka drejt me ju dhimt se ja dha 500 euro, apet jo se s'ka në tina, që shtu do të me konë edhe na karshi Zotit. Na jena këtu me se transformus, ose si bartës, ajo që e kena nuk është e jona, as nuk do të më mburë për ta, as nuk do të më na udhimt, se krejt që përse dojna është e Allahut Azza wa Jall. Po ashtu Allah Azza wa Jall urdhënon besimtarët me e falenderu, duke i thonë familjes Davudit a.s. i'malu ala Davud shukra, punoni oj familja e Davudit me falenderim. Punoni me falenderim. E pa dyshim se familja e Davudit ka qenë familja pejgamberit si Sulejmani djali i tij, e kjo është edhe një lloj thirrje për krejt besimtarët që të jetë puna juve falenderimin ndaj Allahut. Pra peçun punë falenderimin. I'malu amal në gjuhën arabe është me punu. Peçun falenderimin punë, do me thonë me jetu, me vepru. Jeta jonë me qenë krejt falenderim ndaj Zotit Dhul Xhelal për çdo mirësi që veprojmë. Disa dobi edhe fundi hadithet dhe husni ibadik, o Zot më mund të me të adhuru me një adhurim të mirë, thell të mirë. Kjo është ihsane, ajo vepra më e mirë që robi mund me bo, e që është me adhuru Allahun sikur ta shesh. Më konë adhurimi jonë, adhurimi më i mirë është shukr, që na me adhuru Allahun sikur se peshohëm. Po nëse nuk e arrina që të gradë të paktën me adhuru Allahun sikur se po na sheh. E kjo është patyshim jo është në namaz, po në çdo vepër që posëdojna. Me fal namazën sikur se po na sheh Zoti, po din çfarë po menojna, po din ku piqojna mend, po din njëtën tonë pse në ardhë, po din krejt Zoti Dhul Xhelal. Ndaj më mënu që karshi dijes që e ka për neve me kone dhe vepra jonë cilësore. Për shembull, një njeri me shku në shërbim sekret, edhe me thonë ata këna një të telefonin që 6 muaj. Këna morë çdo informat për ty, e dina çdo detaj për ty. A të në tënë mirajt, e jo se e din që për dina. Kështu që edhe kështu, kënë rafsh njerë zorë për flesë. Në rafsh marë, Allahun është ma parsor, kër e dina që s'muna më shef Allahot, dhe veprojna për ta. Se s'mën me thonë Allahot, që shonë hadith, i kanë thonë disa njerëz, që fillan xhehenemi me ta. 3 persona që zjarë fillan me ta, Allah në rojt. Ja bujnë me shnet xhehenemit para Faraonit, para Karunit, para Hamanit, para Ubej ibn Khalefit, njerëzë më të këshi, jenë 3 njerëz që në të jashtme në tyne i kanë bërë veprat më të mira. I pare për tyne i ka mësu njerëz me në du Kuran, ose në transmetim jam ka mësu dijen, ju ka folë për fe. Allah e vetë pse ke bu këto, thotë e Zot e ku më bu me arrit kënaqësinë tonë, thotë ke dhe të përren, edhe me loj këtojnë përren, te ke bu njerëz me thonë hafizi Kuranit, që përdin Kuranit për me thonë djetar, të është thonë dunja, andaj shkon zjarë. I dytë është ai që jep. Bujari nuk lënë vend pa ju ndihmu njerëzve, e vetë Allah pse ke bo, thot nuk më dëgju.
që një njeri ka nevojë, besoj kum nimu. Besoj kum gjin. Thot pse ke bo këto, thot e kum bo Zot që shaj minjojet ndaj teje, falënderimi për ty o Zot. Ja. Allah i thot ka dhëbte edhe menoj këtë i thënë ka dhëbte për rënë, edhe menoj këtë thënë për rënë, ti ke bo këto me thonë njerëzit bujor, dërë qlirë, të shtonë të një, edhe e urdhën menoj këtë me ngre, zvarë në drejtë e zjarë, dhe i të rejtë është që vritet, e jep jetën, e jep ato që më të mirën që posë dalë, jetën e vetë, kur e vetë Allah, pëse ka dhënë të kom dhënë, o Zotë për ty, thotë jo, ti ke dhënë njerëz me thonë dëshmor, me të folë mirë për ty, me po legjenda pas vdekjes tonë, të është bënë dunjo, ndaj urdhën me nekt me ngre zjarë. Ibn Taymi kur e komenton këtë ajet thotë këta njerëz nga aspekti jashtëm kanë bën vepra të pejgamberëve. Pejgambert janë ardhur me mësu njerëzve fenë Allahut. Me mësu njerëzve leximin e librave të Zotit. Me mësu bujarin edhe me mësu sakrificën në rrugën e Allahut. Ka aspekti jashtëm këta kanë qenë njerëz më të mirë. Po për shkak të mjetit këtyne të keq këta me ta fillon xhehenemi Allahu na ruaj. Ndaj që kjo është ihsani që kjo lutje për amësan 3 gjana thelbësore, dhikrin, falënderimin dhe adhurimin më të mirë që mund me po një rab kuptohet karshi Allahut më mënu me arrit. Në disa dobi prej hadithit e para për tyre është se kjo lutje përfshin gjitha sferat e jetës. A fjala i jetës që Allahu don. Tash nuk përfshin jetës që njerëz janë të vepru, po që Allahu don. Allahu don që na me përmend, na me kanë mirë njerëz ndaj tij, falënderu dhe na me adhuru. Këtu janë pra 3 shkallë. Edhe renditja është shumë interesante. Nuk ka mundësi njëri me falënderu Zotin pa përmend ato, pa i rënë mendje. A ke po kur 2 njerëz njihen në fillim me zvete, një djallë dhe nevojës, mas shumë të që ata kanë që me bollaf është për ta. Me gjithë i kanë me kalëzu se qëfar vojës ose qëfar djallë i ka gjithë, edhe gëzohet kër e përmen, që kjo është grada e parë, që fillon një lloj lumturie. E dyta është një ditë vlerën, Allah që ta ka dhënë qëta, ta Allah dhikrin, që të knasi me thonë, alhamdulillah, se nëse falenderojna, wa in shakartum, le azidannakum, Allah thotë unë jam shtoj. E treta mas falenderimit me gjuhë çan një praktik, me adhuru që është dohet, andaj është që përmledh krejt porët e jetës. Dyta që na mëson hadithi është rreziku mu mbështet në vete. Njeri që mbështetet në forca personale e përjashton madhështinë e Allahut në jetën e tij. I tillë nuk ka sukses. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që në çdo moment Zoti me qenë në mënyrë në mendjen tonë, në gjuhën tonë, edhe në jetën tonë, gjëja më parsore. E këtë sa më i madhërishëm Allahu me qenë në zemrat tona, aq më modestjena, aq më shumë zvoglohet uni, zvoglohet kënasia me vete, zvoglohet mbështetja në vete. Sa njerëz për shembull sot i dëgjon të lavdru, nuk lavdrojnë personat që i bojnë, por nështë edhe shumicës në rafsave dhe personat që si bojnë heq. Krejt që tërkosh e kryen veprën, krejt që tërkosh këshyr me marë lavdën. E një gjohë që mën me vrejnë shikim të parë, pa u thellu shumë, se nuk jena të urdhnun na me hin jetët kërkujt, po edhe në aspektin tonë edhe na nëse lavdrojmë, një gjohë të parë që duhet njëri me vrejnë, është se kë njëri e ka një problem të madh me Allahun Azza wa Jall, që Zotin nuk ka bo vend në zemrën e vetë, e ka lënë hise edhe unit vetë, edhe vetës vetë. Andaj të parë tonë kam bo vepra, po asë që jenë marë me to me tregu që na i këna bo. Dhe kjo Allah një lloj sinceriteti që po na mëson kjo lutje. Për shembull këtë xhamin tonë më fshat që e kena mu prish në kamerë ose më prish në klim, edhe dikush me nëreq që ato me vetë, se kush e ka nëreq, mos me tregu.
kjo është sinqeritet. Po sinqeritet edhe më i madh se kaq është me thonë për shembull, klimin e ka ndrejt filani, me thonë dikush tjetër, unë e kam ndrejt, ai më qenë prezant, apet mos më fol. Pse ti nuk e ke bu, mu lavdo. Ti e ke bu për Zotin. E ditë njerëzit, së ditën kjo nuk ka heq rëndësi. Ndaj para mëson që mos më dhon vetit shumë, unit shumë pjesë në jetën tonë, po më nuk krejt më kom për Allahun dhul xhelal. E treta është që kjo lutje bëj dobive të saj është mbrojtje, jo veç kjo, po çdo lloj dhikri është mbrojtje, siç thot Allah, wa man ya'ish an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytana. Në surën Zukhruf, ai që jeton pa përmend Allahun, atij ne ja lidhëm një shejtan. Allah na ruaj. Ju bëhet shejtani qarin, ju bëhet i ngat me dësht. Ke po njerëz vllazni, aq kanë negativitet, so njerë me nejt me ta prish ditën. Aq den me nu mrapsht, aq den me vepru mrapsht. Allah na ruajt, i tillë një gjatë që mund me thonë, është se kë njeri Allah ja ka lidh shejtanin, edhe shejtani për bën vetën jetën e tij. Ndaj më munu, so më shumë e përmend Allahun, se prej dobive të përmendjes të Allahut është se e arrit kënaqësinë e Rahmanit, Allahut, edhe e dyta e largon shejtanin. Nuk ka mundësi një vend ku përmendet Allahu me nej shejtanin. Zotin ka orë në hadith, kur thirret e zoni, fillon më përmend Allahu, shejtani ik prej xhamis, edhe to ik shëngazra, prej frikës të madhe prej Allahut azza wa jall. Po njëri kur është shumë i friksun, nuk e vren mën pos edhe çrregullime me bark, çështë është edhe shejtani nuk rrin në vend ku përmendet Allahu i lartësuar. Pesta që na mëson ka hadith është vllaznitë. E katërta është vllaznitë mi është se shukri e ruan mirësinë, falënderimin te Allahu e ruan edhe e kultivon, nëse jo falënderon në jo shtoj, shkon të ushtu. Gjëja kryesore kur njëri arrin pasuni ose arrin dija është me rujt. Për shembull, e keni një këtë frazën shpesh, nuk është shtirë më bu hafiz i Kuranit, shtirë është me rujt. Shtirë më morë me ta, me mojt men. Nuk është shtirë ashtu mi bu një milionar, po shtirë është që të mi rujt edhe mi kultivu. Andaj për mi rujt begatit, do të me shtu falënderim. E pesta që në mësën adit është se çdo adhurim pa ihsan, pa që gradën më të nalë, me adhuru Allah si ku përna shë, ose si ku se peshohem, është i mangët. Do të njëri me vepru, çdo ditë ka dalë, çdo ditë ka pak me vepru, deri sa të arrin njënën për këtyne 2 grada, ma e pakta që me adhuru Allah si kur se për shë, e ma e larta që me adhuru Allah si kur se peshohem, Allah në dhul xhelal. Po ashtu vllaznitë e mi, kjo lutje për dobive tjera është kundra dëmbelisë shpirtnore. Po të mëson që shpirtnesh mos me qenë dëmel. Allahumma inni ala dhikrik, o Zot, më ndihmo, mos më le mu bo për tatë, mu bo dëmel, me të përmend ty, me të falëndëru ty, e me të adhuru mënyrën ma të mirë ty o Zotë jonë. Po ashtu e shtatë është kjo sunet praktike pejgamberit alayhis salam që e ka bu pas çdo namaze deri në fund të jetës të vet. Pra gjithë kena nevojë me lutë Allahun më na ndihmu me ndresh përmendjen ndaj tina, që kur të përmendëm jo me thonë subhanallah ose astaghfirullah, po me ditë se çka i bën subhanallah, çka i bën astaghfirullah, më nuk më kujtohet gjërat tona me shpresë se Allah na fal. Pra këto janë disa dobi që mujna mi nxjerr prej këtij hadithi, Allah na mundsoft me e praktiku. Ndaj soi për këtë dersë tonë sot, po mjaftona me kaq, kom pas me shpjegua edhe 4 ethere tjera, po për shkak të rëndësisë të madhe që pat ka ditë, inshallah lëna për ditën tjetër, e nësë Allah më na falë dhe më na mëshiru, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.